Deputetja e Kuvendit të Kosovës nga komuniteti bosnjak, Duda Balje, ka bërë publike pasurinë e saj në deklarimin vjetor të dorëzuar në Agjencinë për Parandalimin e Korrupsionit, APK. Nga pasuria e raportuar bie në sy se Balje është ndër deputetet më të pasura në aspektin e pronave të paluajtshme, shumë prej të cilave i ka përfituar si dhuratë familjare. Në dokumentin e publikuar nga APK, thuhet se deputetja Balje është pronare e një banese me sipërfaqe prej 81 metra shkatror, të cilën ajo e ka blerë në vitin 2022 për një shumë prej 110.000 eurosh. Përveç kësaj prone të blerë, Balje ka raportuar edhe një tjetër banesë me sipërfaqe 50 metra katror, të cilën e ka marrë dhuratë nga prindërit për dasmën e saj, e që është vlerësuar në vlerën e 80.000 eurove. Dhuratat nga prindërit nuk përfunduan me martesën. Sipas deklarimit, Balje ka përfituar edhe dy banesa të tjera në vitin 2023, njëra me sipërfaqe prej 53 metra shkatror me vlerë 52.000 euro dhe tjetra me 60 metra katror që ka vlerën e 62.000 eurove. Të dy këto prona janë deklaruar si dhuratë nga familja e saj. Edhe bashkëshorti i saj rezulton të jetë pronari disa pasurive të konsiderueshme. Ai ka në pronësi një shtëpi prej 500 metra shkatror të trashëguar nga babai i tij në vitin 1995 dhe që sipas deklarimit ka një vlerë prej 200.000 eurosh. Po ashtu, bashkëshorti është bashkëpronari një lokali me sipërfaqe prej 58 metra shkatror të trashëguar që nga viti 1968 dhe që është deklaruar me vlerën prej 150.000 eurosh. Në këtë pronë figurojnë edhe Saban Balje, Resim Balje dhe Daud Balje si bashkëpronar. Një tjetër lokal në emër të tij ka sipërfaqen e 600 metrave dhe është deklaruar me vlerë 80.000 euro. Ky është blerë nga Saban dhe Rasim Balje. Ai gjithashtu ka blerë një katër shtëpisë familjare nga vëllezërit e tij për shumën simbolike prej 5.000 eurosh. Për sa i përket automjeteve, Duda Balje ka deklaruar një vetur Audi A3 e blerë prej 22.000 eurosh. Kursimet e saj në bank janë modeste, 567 euro e 72 cent. Ajo gjithashtu ka dy kredi aktive që i ka marrë për blerjen e apartamenteve, njëra në vlerën prej 8.800 eurosh dhe tjetra prej 2.500 eurosh. Të ardhurat e Baljes vijnë ekskluzivisht nga paga si deputete në Kuvendin e Kosovës me një vlerë vjetore prej 30.558 eurosh e 58 cent. Ndërsa bashkëshorti i saj ka raportuar të hyra prej 22.200 eurosh nga aktiviteti në Maqedoninë e Veriut. Ky deklarim i pasurisë vjen në një kohë kur skena politike në Kosovë është e përfshirë nga paqartësi dhe tensione të reja institucionale. Deri më sot, Kuvendi i Kosovës nuk është konstituar. Kjo gjendje ka nxitur shqetësime për funksionimin e institucioneve demokratike dhe për rrjedhën e reformave të paralajmëruara. Kjo situatë po ndodh në një kohë kur edhe Bashkimi Evropian ka rritur vëmendjen ndaj Kosovës, sidomos pas liberalizimit të vizave dhe pritjeve për reforma më të thella në drejtësi dhe administratë. Mos funksionimi i kuvendit rrezikon të vonojë projekte të rëndësishme dhe ligje që presin miratim, përfshirë edhe pako të reja për zhvillim ekonomik dhe për integrimin e komuniteteve pakicë. Duda Balje, si përfaqësuese e komunitetit bosnjak, ka qenë shpesh një zë aktiv në çështjet që lidhen me barazinë dhe të drejtat e minoriteteve. Megjithatë, pasuria e saj dhe e bashkëshortit ka tërhequr vëmendje të konsiderueshme publike dhe mediatike, veçanërisht në kontekstin e deklarimeve të figurave publike përballë një publiku që përballet me krizë ekonomike dhe papunësi. Ndërkohë, qytetarët e Kosovës mbeten në pritje të zhvillimeve të reja si në aspektin politik, ashtu dhe në atë socio-ekonomik, ndërsa kuvendi dhe formimi i qeverisë së re mbetet në pikë pyetje dhe agjenda legjislative në gërgj.